Në Vlorë zhvilluan një protestë e thirrur nga shoqëria civile në zonën e Triportit pranë teceve lundruese, ku qytetarët kundërshtonin gardet rrethuese dhe praninë e tyre në këtë zonë. Protesta ishte njoftuar më herët në rrjetet sociale. Zona ishte rrethuar nga forcat e policisë të Vlorës dhe forcat ndërhyrje së shpejtë. Pjesëmarrësit në protestë mbanin pankarta dhe kërkuan dorëheqjen e kryeministrit Rama. Ata i bën thirrje qeverisë të heqë gardet që janë vendosur anë këndgjirit të Vlorës, për të pasur mundësinë që të shijojnë çfarë natyra ka dhuruar përvendasit. Veç gardheve rrethuese, sipas protestuesve, termocentralet pavarësisht kostos së qiras ditore prej $60.000 nuk e kryen asnjëherë funksionin e tyre. Të Vlorës dhe të Shqipërisë, jemi këtu përpara Tigrit 1 dhe Tigrit 3. Janë këto tigrat që tashmë janë në Vlorë, po flejnë gjumë, po duke fjetur marrin shumë para. Kanë marrë shumë para deri tani, mbi 7 milion euro. Ato 7 milion euro po t'i shpërndashin këtyre policëve, do të kishin gjithë një uniform shumë të mirë, edhe verore tani ndoshta, dhe shumë gjëra tjera, mund të ndihmoshin pensionistët, spitalet, po këto janë vjedhje e pastër. Kanë ardhur nga Bangladeshi, kanë punuar 20 vjet në Bangladesh, kanë ndejt 4 vjet pa punë atje, kanë ndejt 2 vjet pa punë këtu, më në fund arritin që të ndezin ca nga këto motorat e këtij tecit, sa për të marrë ato 7 milionët dhe kaq. Tani, për këtë ka përgjigjes, edhe natyrisht përgjegjësit do dalin. Përgjegjës kryesor për këtë janë Belinda Balluku dhe Ergyz Verdho, që ka qenë drejtori i Keshit, që ka marrë në dorëzim, edhe ka firmosur kontratën për këto, është Eral Delezi, drejtori tjetër i Keshit, i cili i mori në dorëzim këto edhe kur spunonin, edhe kur punonin me karburant falso, i ka marrë në dorëzim, edhe janë përgjegjësa për këtë gjë, edhe spaku po heton për këtë gjë. Tani, të nderuar publik, ne jemi pak veta këtu, ne vendosëm një poster kur thamë që dorëzojmë gardin e tecit lundrues. E kemi thënë këtë gjë, por ne nuk kemi ardhur këtu për ta rrëzuar fizikisht. Gardin do ta rrëzoj vetë ata që e kanë vendosur. Keshi, qeveria, kompanitë ndërkombëtare, grabitçare, offshore, ata që e kanë vendosur gardin, ata duhet vinë ta heqin sa më shpejt. Nëse nuk do ta heqin, atëre ky rrip policësh kaq të madh vendosur që në pyllën e Sodës deri këtu, nuk do ta përballojnë dot popullin e Vlorës, që do vi vërtet për t'i rrëzuar to garde në momentin e dur, mbasi të jemi të sigurt që qeveria nuk ka reaguar, nuk i ka hequr gardet, dhe atëre populli do vërshoj dhe nuk ka policë që t'i ndaloj. Na marrin 70.000 euro në ditë. Imagjino sa kanë marrë këto 2-3 vjet. Tu në Vlorë një qënd bën 260 euro në muaj, një njeri 50 euro. Imagjino ç'a bëhet këtu. Ju kë mbroni? Mbroni Belindën apo interesin publik? Gjithsesi, unë kam një thirrje, rrok policia apo qeveria. Me pankarta në duar për mbrojtjen e mjedisit, protestuesit e konsideruan këtë investim abuziv dhe të padobishëm. Tubimi zgjati për rreth 30 minuta dhe më pas u shpërnda pa incidente.